Letra që rikthen në vëmendje çështjen Çame dhe kërkesat e komunitetit i u dorëzua sot ambasadës së Greqisë në Shkup nga shoqata kulturore Vizioni M, në shënim të 82 vjetorit të gjenocidit Çam. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të muajit të Çamërisë, ku anëtari i shoqatës kulturore Vizioni M, Abdullah Berisha, tha se përmes këtij veprimi simbolik, ata kërkuan që kjo çështje të trajtohet me më shumë vëmendje ndërkombëtare dhe të mbetet pjesë e diskutimeve për të drejtat e njeriut. Ai theksoi se kërkesat e tyre janë të përsëritura ndër vite dhe lidhen me kthimin, të drejtat e pronës dhe heqjen e pengesave ligjore. Pra kërkesat janë që të njëjtat të cilat i bëjmë disa vite me radhë, të rikthehen shqiptarët nga Çamëria, të rikthehen të vizitojnë trevat e tyre, të hiqet ligji i luftës dhe eventualisht të zgjidhet çështja e pronësisë së trevave, vataneve, shtëpive të cilat i kanë lënë pas. Qëllimi kryesor është që të sensibilizohet opinioni, të bëhet kërkesë edhe në Komisionin Evropian që çështja të trajtohet si një çështje të drejtave të njeriut dhe jo si një çështje ndërshtetërore, ndëretnike. Duke folur për efektin e letrave dhe mënyrën se si është trajtuar kjo çështje ndër vite, Berisha thot se kërkesat e tyre nuk kanë gjetur ende adresim konkret nga pala greke dhe se shteti grek sipas tij ende mban në funksion ligjin e luftës dhe nuk pranon të ekzistojë çështja Çame. Tradicionalisht nuk janë marrë parasysh për fat të keq letrat protestuese, qoftë këtu ose qoftë në vende të tjera të cilat i kemi lënë. Shteti grek fatkeqësisht akoma mban në funksion ligjin e luftës dhe nuk pranon të ekzistojë çështja Çame. Ne në Maqedoninë e Veriut mundemi kaq të bëjmë, por në bashkërendim me gjitha shoqatat të cilat janë të interesuara të merren me këtë çështje, synojmë ta ngrejmë çështjen në Komitetin e Helsinkit, në institucionet përkatëse ndërkombëtare. Ndërkaq, ai thekson se përmes këtyre aktiviteteve simbolike, synojnë të mbajnë gjallë kujtesën historike dhe të rrisin ndërgjegjësimin ndërkombëtar për çështjen Çame. Nga ku gjithashtu thekson se ata do të vazhdojnë në angazhimin e tyre në bashkërendim me organizata të tjera, deri në trajtimin e kësaj çështjeje në instanca përkatëse.